Atjoan Pelushi zgjedhur kryepeshkopi i ri i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Sinodi i Shenjtë pas gati 50 ditësh nga kalimi në amshimi i kryepeshkopit Janulatus, ja besoi këtë mision atë Pelushit, ndërsa kandidat ishin edhe Hirësia i Dimitri, metropoliti Gjirokastrës, dhe Hirësia i Nikola, përfaqësuesi i Mitropolisë së Fierit. Ndërkohë ceremonia fronëzimit të tij do të mbahet në 29 mars. Kjo është hera e parë që sinodi zgjodh kryepeshkopin pasi Kisha Ortodokse u udhëhoq për më shumë se 3 dekada nga Anastasi. Menjëherë pas zgjedhjes, këmbanat në të gjitha kishat ortodokse ranë njëkohësisht. Në fjalën e tij të parë pas zgjedhjes, Atjoani u shpreh vendosur për të mbrojtur të drejtat e kishës, ndërsa theksoi se do ta zbatojë me përpikmëri detyrën e tij të lartë dhe do të përpiqet me gjithë forcën e tij për të mbrojtur interesat e kishës. Duke lavdëruar Perëndin Triadik, falenderoj kryeprifët e Sinodit të Shenjtë, të udhëhequr nga hiri i Shpirtit Shenjtë, për zgjedhjen time në fronin e nderuar kryepiskopal të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Me përulësi, duke u bindur vullnetit hyjnor, pranoj këtë shërbim të lartë dhe premtoj se do ta zbatoj me devotshmëri detyrën time kryepriftërore. Do të respektoj kanonet e shenjta dhe traditën e shenjtë e do të përpiqem me gjithë forcën time të mbroj të drejtat e kishës dhe të udhëheq grigjën shpirtërore që më është besuar. I vetëdijshëm për peshën e kësaj përgjegjësie, i lutem Zotit tonë Isu Krisht, themeluesi të kishës, të më jap ndriçim, forcë dhe urtësi për të përmbushur këtë mision të shenjtë ndaj kishës së tij. Me dorën time e nënshkruaj këtë zotim. Ishte dëshira e fundit e kryepeshkopit Janulatus, që në testamentin e tij shprehu se do të kishte dashur që në krye të kishës të zgjidhej një klerik shqiptar. Jan Pelushi, tashmë i ulur në fronin kryepeshkopal, vjen në këtë postë të lartë pas një përkushtimi të gjatë në rradhët e Kishës Ortodokse. I lindur në Tiranë në 2 janar të 1956, fillimet e tij me krishtërimin datojnë në moshë të rinisë, në kohën e monizmit, kur Shqipëria ishte shpallur ateiste. Ajo pakzua në besimin ortodoks gjatë periudhës së persekutimit të egër komunist nga prifti Kozma Qirio. Në atë kohë një grup i vogël njerëzish praktikonin ortodoksin fshehur në një kishë të nëndheshme. Deri në vitet 90, ai punoi në Spitalin Psikiatrik të Tiranës. Pas përmbysjes së regjimit do të largohej drejt Shteteve të Bashkuara, ku kreu studimet në teologji në Boston. Më pas rikthehet në Shqipëri, ku punon si pedagog në Akademinë Teologjike të Kishës Ortodokse. Emërohet më vonë dekani i Akademisë Teologjike, detyrë në cilën qëndroi deri në vitin 96-98, kur u emërua Mitropoliti i Korçës. Shërbeu deri më tani, ka përkthyer disa libra teologjik në shqip, ku veçohet shkrimi i tekstit të parë të dogmatikës në shqip, që përdoret si botim zyrtar i Kishës Ortodokse. Ka disa vlerësime, qytetar nderi i Korçës, doktor honoris causa i Universitetit Fannoli, si dhe certifikat mirënjohje nga Bashkia e Tiranës për promovimin e paqes dhe harmonisë.